shohën edhe reklamën sepse është një show I Dafina Zeqirit. Historinë e saj duke I sjellur më të mirën për secilin prej jush që ju e jeni. Ju jeni sonte bashkë me ne. Por duke mos e harruar gjithmonë fansat e Dafinit që janë të shumt dhe gjatë këtyre 10 viteve të karrierës së saj, thua që e kanë përcjellur për çdo moment dhe çdo. Ata e din që janë sonte bashkë me ne, kurse edhe sonte Dafina rreth maksimumin vetëm për juve. Para jush, Dafina Zeqiri, Dafini se dhe e azarmar. Po dra përgas unë kështu për ty. Mirë se edhe, unë kam knatësin që kemi bashkë me shikuesit e radio televizionin Njësën E, me shohën tënë për 10 vjetë Dafina Zeqiri. Surprise! Okej. Zakonisht ajo pyetja është e rëndëmt, si po ndihesh, atmosfera, emocione, gjithë. Jo da, është gjë e bukur ku gjatë gjithë kësaj karriere 10 vjeçare, je bashkë me gjithë ata shikues të radio televizionit Njësën E, je në shtëpinë tënde. Unë mos pari falenderoj dhe juve shumë. Backgroundi, mi që të fotografi e marrë me vetin shpeta, ne? Këtyjat janë, unë e di që ndoshta ti po I kërkon për mi marrë me veti, fotografit, po e di që momentin që kur kanë me parë show, fansat edhe fanset e tuja kanë me kërku. Una me bu një lojë shpërblyese për fansat. Nuk kemi me zgjatë sonte shumë, për shkak se sonte kemi pas një show më ndryshe se për herave tjera, po gëzuar. Urime vitin e ri. Urime edhe Urime vitin e ri të gjithëve. Urime edhe gjithë shikuesve. E di që një natë e bukur do t'jetë bashkë me neve. Kemi folë shumë gjatë, kemi folë shumë shpesh, kemi folë për shumë intervistat ndryshme, pjesë emisioneve të mija ku kam qenë, që nga fillimi I karrierës Dafina radio televizion Njësën E ka pas shpit vetëm. Unë ndi gjithmonë si shpit vetëm. Karriera, dashuria, estrada. Që vesh politikin që si kishë Okej, ka 2 pyetje ki, prej se cilës. Kështu që përzgjedhe njërën, ku pëtëm, për me janis të karriera, të dashuria, o pëtëm të estrada? Të karriera, se pëndoket maj sigur. Okej, hajde, përzgjedhe, jam I 2 sofa. Une? Përzgjedhe te edhe unë I lexoj. Okej. Ajo? Ja. Okej, edhe ajo e dyta. Hajde, shkojmë. Çka nuk ishe bo për karrierë kur asnjëherë? Kisha bo shka do që më thot tjetër kosh me bo. Do me me fjallë tjera, gjithmonë eci për para dhe bëj kangë dhe stila tjere tjerë, që është ndina unë mas mirë dhe kam qef dhe nuk kisha bo kur diçka më thot tjetër kosh me bo që mu nuk kom pëlqen. Në më thonë, imponimi I tjerve nuk është Dafina. No. Okej, është një pyetje shumë interesante. A më shumë gjatë këtyre 10 viteve ki pas, ti koncert apo Rihanna? Une. Jo, besoj që s'po di duhet me pyet plumin. Unë jam shumë I sigur që ti ma tepër se Rihanna po. Për shkak se gjatë gjithë sezonës, edhe verës, edhe dimnit, nuk ndalin I kurrë, me thonë, çdo weekend, çdo javë. Po ndoket ata për 1 vjet e bojnë qaq, sa e kena na për sezon verës. Po. Ajo, Shto tour. Jo me qyrios, as për 1 vjet nuk I kanë qenë sa e keni ju verën. Na jena shumë punëtor. Definitivt. Okej. Të dashnia të estrada. Të dashnia. Am dhe me në estradën në bënda? Estradën përlojna mos që të pi që të vend. Okej, shkojnë të dashnia. Okej. Ajo, edhe? Shumë I gazë po ndoket. Edhe qëta për më. Okej, dap shumë interesant që ke pyetje. Cilin refren I këngës tuaj I kishe dedikuaj dashurit tuaj? I hate you but I love you at the same time. Okej, hapja thush para kamerës, shtash kështu live. I hate you but I love you at the same time. Okej. Ëndra më e bukur e dashurisë që e ke pa? Frajeri me ples.
Seriozisht? Jo, hajgare, veç pak. Ëndër më të bukur? Që ki pa, po. Ki pa ëndër? Më njëra me dashnin edhe cila është ma e bukra. Wow, kurse kom besu që ka më kanë qaq pyetje e rëndë që kjo. E vështirë me fjallë tjera. Ëndra të bukura. Unë kur nuk kam ëndra të prallave kështu, do më thëmë për dashurin. Kështu që në ëndrë të bukur, ladë një më bre pak. Unë nuk e di, unë tash unë njëra me flejt edhe ti tash ti e ki po, ma ki qa ki bo ditena, qa ki bo natën, ti garandeshe ëndër, imaginan tash. Ëndra po nduket ma e bukur kur pe qeli sytë, edhe se ëndër po nduket ta përdem, kështu që... Më zëpresh, më të presh, më Qaq, fillojna me qaq. Me qaq, më zëpresh ma tepër. Kalem tek estrada. Jo, në mënoa që estradin në fund showe. Jo, në showe të është talë. Jo, më stani kleta janë, edhe këto janë. Kleta janë. Okej. Njo. Okej, edhe njo. Ty duhet. Ma mirë meri që tasha të mëdha, e këtë të vogla, se këtë të vogla të dhami ma shumë. Okej, shkojmë. Me kënd nuk kishe bu duet asnjëherë. Për shok kameramanët të Me mu? botë me gisht. Me javin, me mua. Me mu s'kishe bu duet. Unë s'kisha bu bashkëpune me ta shtete prej kolegëve. Po. Aja vlen edhe a janë kolegë dhe persona që kënojnë vetëm në tush, apo vetëm ftyrët publike? Atë me baskon të dashnia i shkon ajo e tushit. Wow, shumë pyetje e vështirë është kjo. Jo pse s'pediu në personalisht, po tash po menoj... Me thonë, qysh është me qysh me thonë. Qysh me thonë. Qysh me formulu në mënyrë të mirë. Wow. Hajde, ty e njëmë, shpejt. Verbum. Me vedatin. Që dhe vedati është kolegë, vedati kënon ka njerë. Kështu, po menoj si hajgare, po tash qashtu pelojna. Okej. Pa e thakë me vedatin. Okej. E ka ma shok. Qka për në strada para koncerteve? Për në bardë. Qka për në strada para koncerteve? Në baret... Qa për në të? Uj, pagas. Kesh të thonë dhe qka, po... Tash, kanerë, po haroj qina para kamera. Se me ty, po na i gare shlire dhe po duna me matë vetën, pak. Se sëm folë mami tani. Qka për një strada para koncerteve? Tash edhe andi po më këshyrë nga film mos fol, mos përmen firma. Jo, Pi energjike. pi energjike nuk preferoj, se vetë ka shumë energji, tani kur pi veç pinë s'kenë. Jo, nuk e tash, vish për ta finë, tash e strada qka pinë për gjithi. Aj, strada! Është strada për gjithi qka pinë. Unë, vodka. Po. Vodka me shpulla, e thamë, ne? Është një slang që kam, ne? Mos haroni, vodka me shpulla. Vodka... Vend nuk pinë para koncerteve, nuk është vend për koncerte. Muna është me pi në konjak. Po. Lucky Space. Edhe... disa gjera natyrale, natyrës. Natyrës disa gjera. Okej. Da, dy këngë të para, cilat janë? Hate You, Love You, si që përmene më herët, edhe Ti.
Kështu që hate you, love you, për ja kënon dashnis, të te, për ju kënon juve, për shkak se është të unë, nisë të njështë. That was a good one. Këta së me pasu shtru. Këto momente, vetëm një jingle është shkurt, edhe me njëre, datina me 2 karte para.
Jemi me Dafi Soul, kemi shikuar pjesën e parë dhe dikën e para. Dafi ka ndëruar styling, kështu që një falenderim edhe një kompliment dhe përgjithësi për Lia Stublën, për Rezata Galicën dhe për Cancellation. Kështu që unë përshfrytëzoj rastin për falenderoj në emën tënd, por duke mos harruar sepse kam edhe një falenderim shumë të madh për Artan Mollin për fotografitë, por edhe për produksionin Asha për shtypjen e për dizajn. Faleminderit shumë, kështu që jemi gati te pjesa e dytë. Okej, ku tash pianist, po ka për të më shku tash. Okej, pjesë radhës. Okej. Prap 2 apo? Prap 2. Ja. Okej. Ma kam shkruar një çfarë. Okej. Mos tani se këto argjit e krejt. Këtu kanë më argjit deri në fund. Okej. Shkojmë. Kush veshet ma mirë në stradë sipas teje? Mashkujt apo femrat? Edhe thua ma dikon që veshet mas mirë që doket. Femrat. Femrat. Kush veshet mas mirë që Jonida Maliqi. Jonida Maliqi. Okej. Kjo ke shumë e lehtë. Ma shumë fake apo reale gjërat në stradë? Fake. Fake it till you make it. Okej, dashuria apo... Për përzina, për morëm karriera. Karriera. Lidhe gjithçka me son. Karriera Dafinës para 10 viteve edhe karriera mbas këtyre 10 viteve. Këto bashkë me ty në Restënesh, më 10 viteve prap këto bashkë me ty në Restënesh. Okej, kjo. Qaj është përgjigje? Okej. Prapë edhe kjo pyetje pse edhe pse është e karrierës, po ka të bëjë edhe me estradën. Gjatë këtyre 10 viteve të karrierës, kush prej estradës ka shku nerva më shumë? Nashta veç syrin ma ka nguc pak në njerë synit, se kështu me thonë që më ka shku nerva, nuk është fort që më ka një qatë shumë për në kënd të stradës, kështu po foli që se ka pas në farë pënges, veç muj me thonë që ndoshta më ka shku nerva në kush që ka hapë thashe theme që s'kanë qenë vërteta për mu dhe qatë person. Në qatë person? Po. Ka të bëjmë me estradën? Ka shumë bëjmë me estradën.
ka bëj me drita, me zinxillonja, me shkëndia, etj. Okej, kalojmë te dashuria. Yes. Po e mbërcëm gjithë këtë muhabet. Tash kur del edhe dashuria me stradë diçka. Sekret për kanë tek çka fundi di ka. Shumë e poshtër ose. Një thënie dashurie, një fjalë dashurie për ndrysh. Tash vetëm ja kam që po më kujtohet që tash, sa është thënia është këngë, është e Aida Barakut, kur jam kon fëmijë. E kënoj ke zemra bën, bam bam bam, se ty jondon, bam bam bam, e bum bum bum, se te desha shumë. Nuk të dhe busi kom li pak gjashme se ajo gjatë që aty në gjirimeve kur ka kënu komen. Thënje. E ki kongën Po, e kena, e kam. E këndohë maj. Po, e këndohë maj të përmena, më herë tash me përmen prapë më doket pak. Tash këshirë me, Dangerously in Love. Dangerously in Love. Okej. Da, cilat janë dy këngë tjera? Dy këngë tjera janë Shumë qef edhe Time Out. Unë e di se qef jemi të bo, edhe shikurin se që janë të bo qef bashkë me neve, e Time Out është për ata cilet gjithmonë ka thonë dafina Time Out. Se vat na shkojnë mirë. Okej, dafi. How I wonder where you are. They got me going crazy. Så det kom shumë rola till jag så spår ju keshi. Jag vet ju inte till någonting mo. Meritet keshi. Och det kan dashning tmade. Jag vet ju någonting kenik. Och det är mig utmärkt. Att I didn't time. I raise my head up. They be calling time out. I move forwards. They be yelling time out. You think I'm scared of you fool? Done this shit all my life. Work hard, play hard. I give it the fuck. Så drejer jag kommer nog gå hard. När fingers är kill it. Du som är en ho-ha. Den bredre känner går. Som det var i mojken går. Det kan då. Kej, god natt. Afroid, afroid. Afroid, afroid. Afroid. I kujdes me dor. Kur blik delen. Kam som just en mik hade tjishkelen. Kam mit bitchede hana. And I'm up to invading. Can I get a time out? Can I get a time out? Please go to time out. Work hard, play hard, not giving a fuck. Can I get a time out? Can I get a time out? Please go to time out. Work hard, play hard, not giving a fuck. Can I get a time out? Can I get a time out? Fucking did it to fisen, fucking did it to my dissen. Tony dagen är död, som man inte dissen. Den är samma som hitteras av en samma mare. Måste med sin då bryter deras jorden mare. Att du kurs kom i krig, att du kurs kom i krig. Courage nu ju lätt det säga att du kurs kom i krig, bitch. It's about time for the reality to come out. Can I get a time out? Can I get a time out? Please go to time out. Work hard, play hard, not giving a fuck. Can I get a time out? Can I get a time out?
realitetin. S'kishin full shumë, s'kishin full atë shumë. Që ta thonë, po në gjë për bajtë cover. You don't know me. You actually don't fucking know me. So, I say time out. I say time out. Once again, I say time out. One day you get to know me. I say time out. Time out. Time out. Time out. I said time out. Down, so I'ma put it down with it. Put it down, put it down with it. Put it down, down, down with it. Down with it. Put it down, put it down with it. Trap on baby. Faleminderit gjithë juve që jeni pjesë e jona në showin e Zafina. Zafina çdo herë po ndryshon, kurse edhe tani këto momente veç ka ndryshuar. Përmendoj sa përkat stylingut, komplimente, edhe ta bukur po dukesh. Daf e di që jemi në pjesën tjetër, cila ndash? Tash mendova me ja fillu prej mesit. Me dashurin, hajde. Ma në shtu do letra, Jo, që këto që janë shku, ku i kam Nëse ke pas takim me personin e zemrës, a ka ndodhë mos me flejt në gjumë të natën? Po. Ka ndodhë.
t'ja ndodh ndonjëherë në gjatë performancës të këndu edhe me të pëlqy në gjë në publik? Jo. Kon? Believe it or not. Zdi, unë personalizona me një person në publik kur performoj. Nuk e shë. Nuk e shoh, dyqysh, s'ku të me thonë tash rrafsh, po. Koncentrohesh te këngë, te muzika, te atmosfera dhe... Po dhe, unë e ma shumë koncentrona me pa, a janë të lumëton, janë të knaq, i këshire në një që nështë ma kënon tekstin a najsen, një nguci ka pak, kështu me thonë që më ka pëlqy, na e ma shkollë në publik me thonë, hey, hajde backstage. Jo. Jo. Okej, ku tash? Tash... Hajt leje ato për fund. Karrierën, leje për fund. Karrierën për funda? Ne, okej. Okej. Një karrierën për fund, Kjo ma mirë. pëlqen po ndotet. Jo, po e mbelson karrierën. Emito dikon prej estradës. Dimi me tu një, po. Okej, ane? Unë imitoj, e ti dush me ditë? Me aqillu, po. Okej, hajde. A i gati? Po. Maestro! Hej, dile, veli poshtë. Po shumë shkune tune. Gjentën. Okej. Kush të thirë ma shumë të në telefon prej estradës? Ti. Ti, lagë. Ti konsideruesh estrati, po vjen edhe me një për koncerte. Kështu që ti më thirë mas shumë ti prej estradës. Okej, pse, a di dikush tjetër numrina? Falla s'besoj. S'besoj. Shumë rrallë. Lori ndashta e ka numrin të. Lori, Po. Da, janë edhe dy këngët e fundit që kemi këndu, e pas dy këngëve kthehemi prapë në bisedë. Cilat janë? Rude girl, come me, rude girl. Edhe? Pa lumi me qa? Nese, unë jam Lumi dhe Dafina dhe DJ Flow në këtë rast. 3-1, Dafina Zeqiri. I ndjekim edhe dy këngët e fundit, pastaj kthehemi edhe tek pjesa e fundit e bisedës.
night. Bitch, you know me. Bitch, you know me. Yes, you know me. Look up in the sky, put on your eye. Du flyger hos på skipet er vei. Nå kommer fly, you make it feel the chip in the eye. Boy, I don't give a fuck. Risa meg der. Satt basket fast, lukt i spik og stønnet. Hey, boy, girl, come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. I can be your boy, girl. Hey, boy, girl, come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. Can I be your boy, girl? Boy, girl, come me, boy, girl. Boy, girl, come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. Come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. Say yeah, you know I be ballin' again. You know I be ballin' again. I say yeah, you know I be ballin' again. Yes, you know I'm a coming, and you know I be ballin'. I say yes, you know I be coming again. Coming again. Ku je më rëti, moti s'kom po, hajde fole më rëti. Fol qa po pir, rime dhe pak edhe tani që në shpir. Ajo pak po menon, shpunët me mëndus, ti e telefon. Veç ma që ngron, ti e dim që pisi me tron. Say yeah, you know I be ballin' again. You know I be ballin' again. I say yeah, you know I be ballin' again. Yes, you know I'm a coming, and you know I be ballin', and you know I be ballin'. I say yeah, you know I be coming again. Boy, girl, come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. I can be your boy, girl. Hey, boy, girl, come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. Can I be your boy, girl? Boy, girl, come me, boy, girl. Boy, girl, come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. Come me, boy, girl. Let me be your boy, girl. I kemi ndjekur kështu edhe dy këngët e përmbyllshme të show Dafinës, po kthema tek këto që i kemi, pastaj unë flas diçka. Cilën tash? Të fundit janë, edhe dy të fundit. Dy mbesin, ka dy mbesin, se cilën? Dy a tri mbesin. Karriere. Karrier. Okej. Një. Dy. Gjëja më e çmendur që ki bo gjatë karrierës. Kur e kom knu gurbetin në stog koncert. Se janë nëse në kred me gjujt me shishet e më pijove. Më do të vetja më ka një ase momente ku i përjetohone, momente që përjetojnë këta që i knujnë zhandrën popullore. Po ma shumë ata në kam krys që janë t'i dhja në përdos, ma që ashtu më ka duk. Që ajo më kujton ma shumë disa, ajo ka një si prietese okej, si u mësu kështu, u pijafshën, fishtojshën, dojshën edhe një herë, ajo ka një ndë gjërat ma të çmendura për mu. Çfarë tatuazhe kishe bë për fansat e tu? Për fansat e me. Tash me të kallëzoni ty qa kisha bo, tash të këtë fansat kanë me komentu bane. Për fansat e me kisha kriju një logo special, cila do me thonjën e Definators. Amo një logo special, si kur logon tem që kam Duffy, që është, logo Duffy është një kuror, po kurora shkruan Duffy dhe është me flet Dafine. Dhe me thonë forma e kurorës. Kështu që edhe une e kisha gjetë
design shumë special që ka shumë do me thonje që shëmbojnë fanzat mundi edhe ta shihina fillet shumë, po diçka që ashtu ndoshta e kisha formulu për Definators edhe që ta kisha bu tatu. Okej. Cilën tash? Po vazhdoj? Po. Okej, dashuri. Qka preferon me të dhoni dashuri? Me? Me të dhoni i dashuri? Qka preferon? Lule. Lule? Po. Okej. Kjo është shumë fani. E di që është e mirë. Se ditë është a ki detyru në i hera, apo e ka bu për vullnetit, a e ka bu veta, se në vërna nuk i dijet. A kishë shti dashune me ta përgatit me ngjezin, apo me t'i la dhëmt? Me mi la dhëmt. Me mi la dhëmt. Këra taj mi kish ka ma mirëson e vetë. Në ngjezin e bojone. Kështë do rast. Okej, kështë që shkojmë tek fundit. Dytë fundit strada. Dytë fundit. 4 janë lam. Jo, edhe 2 kanë bet. 4 janë edhe 2 kanë bet. Hajde, shojmë cilën e cilën. Sigurt. Okej. S'po më pëlqen ato të gatat, po të të Po të gata në makinën ma të zeshme. Femra dhe mashkulli më i bukur i estradës si pas Dafina Zeqirit. Në bukri. Po. Durata Dora. Ta është prej meshkujve. Po dhe me thonë me këtë punë që s'ka me të kërkush i bukur. Të ta shëm dashurula për korrespondokit e mirë përveç. Bravo që qene zamë. Okej. Wow, nga kjo është pyetje shumë e vështirë. Gëzuar. Estradës, artist, Estradë përgjithsi. Vedoti. Vedoti Stuksane. Se po të zërë që Vedoti. Vedoti mundet më bo handsome. Po, se Vedoti. Edhe pse qëtër me kishëm. Po. Unë e di që 10 vjetë ki përru shumë gjatë, edhe 10 vjetë ki pas ato baticat, zbaticat, i ki pas të mirat edhe i ki pas të këqijat, e ki me folë shumë shpes, ndër skomzat cilat tu kanë japë, po prap nuk i lënë për mu zdu të poshte, por ki vazhdu për mu qute naltë, kështu që gjithë shka e jotja është e jotja. Pa e birë që. Gjithë shka e jotja